Unë jam në një bashkëpini nga Elbasani, sot kam ardhur për t'ju treguar disa të fsheta të tavës kosit, të cilët fillojmë nga kosit, të cilin ne e kemi përgatitur vetë. Kemi vezë të fshatit, kemi mishin, gjalpin e fshatit, millin dhe orizin. Këto janë disa nga produktet që do na duhen për realizuar këtë recetë tradicionale dhe shumë të lehtë të Elbasanit. Fillojmë kriposin e mishit, hedhim dhe ujin, dhe vendosim në furrë në temperaturë 200 gradë për rreth 1 orë. Dhe pasi kemi pjekur mishin, dhe me ndajmë këtë tava dhe baltës, pjesën e langut mishit si i themi ne nga Elbasani e mbajmë që do na duhet për përgatitjen e kosit. Kena bake vendosim kosin të cilin e kemi bërë vetë. Atë kanë që këto janë sekretet e kosit, shikojmë dhe acirin që ka marrë kosi. Kemi hedhur kosin dhe langun e mishit, japim përzierje që të lidhet kosi bashkë me langun e mishit, shtojmë vezët, tham që vezët i kemi vezë fshati, ose ndikon e ngjyra pastaj që merr pak të verdh tava e kosit kur janë vezët e fshatit, shtojmë mielin, shtojmë kripën, dhe japim një zije të lehtë, ose lëmë që të kalojmë në pjesën e vlimit, sepse na fillon dhe na pritet veza. Prandaj që e lëm pak minuta në zirje, dhe heqim nga zjarri, dhe vendosim, hedhim disa kokra orizi, ke mishi shumë pak, mund të hedhim për këtë tavë që kemi për 8 racione neve, mund të hedhim gjithsej 1 lugë çaj oriz, jo më shumë. Marrim pak gjalp, hedhim gjalp, nuk është nevojë që gjalpin duhet ta shkrimne, por ne hedhim edhe gjalp siç e kemi në disa kobza të vogla. Dhe vendosim në furrë në një temperaturë rreth 180 gradë për 20 minuta. Dhe pasi kemi nxjerrë nga furra tavën e kosit, e shërbim i klientit pasi herë tava e kosit nuk shërbehet e nxehtë, por shërbehet e vagët. Gatimet e Elbasanit janë gatime stinore, tava e kosit fillon në fund të gushtit dhe deri në fillim të tetorit, pastaj fillojnë tavat e tjera, që janë tavat e dimrit, tavat e pranverës, gjitha me radhë.